E gjete atë që kërkonim? E po, zoni, e këtë herë nuk në shkoj mundi kotë. Dhe kush është ai? Ai është djali një këpucari dhe një shitse, zonjë. Por, ai e sigurt që ai është djaloshi që na... Ai është me I mirë ki besim të kun. Nuk ka si tjetër në mbretëri që do të mund të... Ki mandjen ama, ti e di shumë mirë se që me zonja të bëjë nëse ti heqtar. Jo nuk heqtar, sepse di shumë mirë se që mund të bëni. E di. Bukur, pra... Le ta shohim një herë. Nesër unë do të nisem të kërkoj djalin e vogël. Regen fällt, Wasser braucht die ganze Welt und nun willst du nach Hause gehen. Überall ist Leben, du bist von Morgenduft umgeben. Alles geht seinen Lauf und die Sonne geht auf. Dein Ziel ist Mirëdita. Ja ku e ke, babi? Tani më duhet shkoj tek mami. Nxito bir, kemi shumë punë për të bërë. Ika! Shikoni sa lojta të bukura. Jakobi, shiko çfarë më ka bler babi mua. Jo keqa, duke tamam si I vërtet. Të gjoni dhe mbani vesh ju banorët e mbretërisë. Brëma, në orët e vona të natës, është shtukur nga pallati mbretëror vajza e mbretit, princesha Greta, dhe askush se ka parë më gjatë herë. Çdo qytetari lejohet të kërkojë princeshën. Ai që do ta gjej, do të marrë një shpërblim të majmë nga vetë madhëria e tij, mbreti. Mami, princesha Greta është dukur. E di, Jakob, sa po e dëgjova. A do ta gjin, mami? Sigurisht që po, zemra ime. Do ta gjej. Sa I mirë ky Nuk ke djalë. pse shqetësohesh, birim. Tani shpirt vrapo për tek babi. Sa ai po të pret. Unë mund të qëndroj këtu dhe vetëm.
të gjitha plehra. Plehra janë të gjitha. Plehra, plehra. Plehra. Çfarë janë këto që thoni kështu, zonjë? Ne kemi mallin më të mirë në treg. Ja dhe shoku im I vogël, Jakobi im I vogël. Zonjë e nderuar, nëse dëshironi të blini diçka, urdhëroni, për ndryshe mos ta Nëse shqetësoni. dëshiroj të blej diçka, Mirë pra, vendos këtu në thesin tim një 5 lakra të freskëta dhe mundësisht të jenë sa më të rënda. Dhe për te do të kërkoj një nder fare të vogël. Lëre djalin të më shoqëroj deri në shtëpi. Babi po më pret në punishte. Oh, Jakob, ndihmoje zonjën, se këto janë shumë të rënda për të. Po, eja me mua, Jakob. Eja me mua, se unë do të shpërblej për këtë nder. Si thua, të pëlqen këtu? Eja më pranë. Mos u frikso pra shoku im I vogël. Alberi, I ke bërë të gjitha gati? Po, zonjë. Shumë mirë. Më ndiq, Jakob. Besoj se dëshiron të shohësh se si jetoj unë. Po, por, I thash mami se nuk do vonohesha shumë, zonjë. Dhe mua më duket se të thash që kam për të shpërblyer. Apo ndoshta ke frikë? Jo, por, kjo shtëpi duket e shkret. Nga jashtë janë e vogël, por brenda është e madhe. Sepse është magjike. Ajo duket kështu në fillim, por në të vërtetë është komplet diçka tjetër. Përpiquni që djali të ndihet rehat. Ne nuk duam që djaloshi të na ikë, apo jo? Si e princesa! Ju lutem më nxirni që këtej. Mos u largoni.
Tani do të tregoj sekretin tim. A e përfytyron dot se çfarë është kjo? Është këmbi im përbindesh, po ai është. Ai është i magjishëm dhe ai di se çfarë. Ai sjell fat. Po për të arritur këtë, ne duhet ta sjellim në Po jetë. përse, mos ka vdekur vallë? A e di se ç'ndodh kur e mira me të keqen bashkohen? Ndodh kjo. Ky shkëmb ka një energji të pa imagjinueshme dhe shumë të rrezikshme. Dhe është kjo energji që do ta sjell në jetë përsëri shkëmbin tim. Dhe ti do të më ndihmosh. Kjo është e sigurt. Pa shiko këtu. Ha pra? Si të duket kjo, vëglush? Dëshiron të bësh xhiro me karusel nga mëngjesi deri në darkë, ha? Jo? Me po nëse është kështu, besoj do gëzoheshe më shumë me një veshje kalorsiake të vërtet, a? Si thua, të pëlqen kjo? Ma mori mendja. Por këto gjëra kaq të bukura nuk mund t'i dhuroj kaq thjesht. E kupton këtë besoj, a? Por sigurisht ne do të bëjmë një shkëmbim bashk. Çfarë shkëmbimi? Asgjë të madhe. Do të bëjmë vetëm një truk të vogël magjik. Ti duhet vetëm të vendosësh dorën këtu mbi shkëmb. Jo, nuk dua. Nuk do ta bësh? Po përse jo? Kjo është një gjë shumë e thjeshtë, nuk është as pak e vështirë. Eja tani bëje pra. Jo, Aha, edhe lotra se pas kanë mjaftuar, më duket, e? Mirë pra, nëse është kështu, ti do të marrësh para. Do të marrësh shumë para. Prindrit e tu nuk janë të pasur, kështu që ti do të kënaqesh dhe ata, apo jo, e? E që duart. nëna ime thotë që nuk ka rëndësi nëse njeriu është i pasur apo i varfër. E rëndësishme është që të ketë një zemër të mirë. Të ketë një zemër të mirë, the? Po, të ketë një zemër të mirë. Një djalë i varfër me një zemër të mirë, kuptoj. Po sikur pa prit mas ati t'i dali një gungë e madhe dhe një gungë e shëmtuar. Do të ketë më rëndësi zemra ti e mirë, thua? Po, Do të provosh dhe ti vetë, apo ke frikë? Kjo do të të ndodh dhe ty, kështu ti do të vish vetë tek unë, kuptove? Ti duhet të vish vetë tek unë do të detyroj ta bësh këtë, e ke të qartë dhe tani ik. e dini ku janë këpucët e mia? Zonja juaj më tha që duhet iki. Jo ato, jo. Ato nuk janë të mia.
mirë. Më thuaj, çfarë kena? Nuk e kuptoj se ç'doni, por ju lutem, më lini të qetë. Je mërzitur me mua, mami? Je mërzitur se unë ika? S'kisha të bëja. Ajo zonja e vjetër nuk më lindë tikja. Më thuaj, mami, çfarë ke kështu? Pse qanë? Ti vetë më dërgove atje. Ore ti, si do të talësh me zonjën? Djali sa i vetëm ka 7 vjetë që është dukur. Çfarë? 7 vjetë thatë? Unë sa nimova zonjën e vjetër për të mbajtur thesin me lakra. Mjaft, more vagabond, ik tani, zhduku. Më shiko, mami. Më thuaj, nuk po më njeh. Jam unë. Jakobi. Ore ti, nuk të gjove që tash, zhduku! Po pse? Përse duhet iki? Të gjë këto, vëglush. Ik prej këtej gjore më parë. Mami, më shiko mirë. Jam unë, ti duhet më njohësh. Jakobi ishte djali i bukur, jo si ty. Ne duhet ta bëjmë të qetësi. Qetësi! Dëgjoj këtu ti me të vërtet mendon se Jakobi djali i shitse sajne. Çfarë ke? Përse gjithë ky nxitim, Po pra, për pak do ta kishe vrarë me atë undën tënde kilometrike. Ke dëshirë që ta shkurtojmë ne, nëse të shqetëson, si thua? Si jo, pa problem, rreth 4 metra. Çfarë do ti more? Mos ke ardhur për ndonjë lëmosh këtu. Jo, zotri, mund të më thoni nëse këtu ka qenë punishtja e Hans Schusterit? S'ka pse të më drejtohesh me zotrin djalosh. Hansi ka 7 vjet që ka vdekur. Njerëzia thot ka brenga. Djali ti u shtuk një ditë dhe kjo ja theu zemrën. Djalin e kërkuar, për nuk e gjeti askush. Hej, djalosh! Përse ke ardhur këtu, mos do të blesh ndonjë vazë të bukur? Përse më re aty? Ku ishe? Përshëndetje ti se unë isha. Mos më thërrit teze, sa herë duhet ta përsëris një gjë të tillë? Dakor ti se... Tisha zonjë. Kështu i drejtohesh ti dikujt që e ke të afërt? A e ndoqe djalin sot? Po zonjë, së shpejti do e kemi këtu. Shumë mirë. Lishi hap pas hapi. Mos e hum nga syt për asnjë minutë. Shkëm përbindesh, edhe pak dhe do t'ja arrim qëllimit. Bëj pak durimi, dashur. Si shpërblim do të marrësh zemrën më të pastër dhe më të madhe në gjithë këtë botë. Por... Çfarë por?
çfarë do të bëjmë me princeshën? Alberi. Mos ndoshta duhet të dyshoj dhe tek ty? Po t'ishte ndorën tonë, nuk do ta kishim zgjatur kaq shumë. Po t'ja kishim prerë kokën. Ja, këtu ke një porcion magjik. Shndëroj atë në një pat dhe më pas shite në kuzhinën mbretërore. Sa mirë do t'ishte nëse ajo do t'gatuaj për madhërinë e tij, vetë mbretin, e servirur me patate dhe me lakra të kuqe. Duket vërtet e shijshme. Mirëmëngjes. Zotëri i nderuar, ju nevojitet ndonjë ndihmës? Një ndihmës tua? Fatkeqësisht nuk mund të ndihmoj. Na vjen keq. Do të më thyeshim vazo. Përse vallë? Do qesha sapo të shikoja. Aku nga që drejqit që ka që më bare, ik që këtej për para se të shtëp, kuptove apo jo, jasht, dir shpejt, jasht, dhe mos i duk më këtej as ti dhe jo hunda e shpifur, largo më rrugëq, o ti qenë. Sikur ta kishe shndruar në diçka më të lehtë. Dekse end, është trik plak. Me zi për të reqe dhe këmë të mia. Ej, për ku kështu? A kemi ndonjë gjë të mirë këtu në fes? Sa të gjohë është të thamë, a ke ndonjë gjë të mirë aty në fes? Gjë të madhe, vetëm një pat, një zogës të vogël. A është e madhe? Po, është shumë e madhe. Gëzohem, por do të thosha, a e dini se sa është gjoba për një vjedhje? Po vjedhje, kush ka vjedhur? E si vini këtu me një pat kaq të madhe? Shumë e madhe nuk është, po thoj se mesatare, ma dje është vogël fare. Mirë pra, le ta shohim pak. Vërtet e vogël që në ka fare. Në emër të madhërisë ti, vetë mbretit, ti tani e arrestuar dhe pata do të konfiskohet. Të kjo, prishtë pak. Kjo është një gabim. Unë jam i përfajshëm, unë gjithmonë jam i përfajshëm. Ju siguroj për këta. Bëj një marrëveshje, unë të t'ju japë një monetë të artë edhe ju me ndoni edhe një herë për arrestimin tim. Do të ma korruptosh? Dy moneda dhe as një grosh më pak. Tamam, as një grosh më pak. Pa dyshime levërdisme. Për mua. Mos shiko ashtu, pa luaj duart. Të luaj duart. Shkutson të më vjedh mua. Prite. Më falni zotëri, unë doja të pyesja nëse ju nevojitet ndonjë ndihmës. Ka që i pa thip qënge sa të më vësh në loj, pa mu shdu që këtej, për ndryshe do të prezat të unë e madhe. Sa di pse qeshin kaj shumë? Eshte intereson ty, e? Më falni, nuk ju njom, zotëri. Kështë, nuk më njatë, e? Mjaft ka kërisës si punët, i trëmë të gjithë. Po. Ti pije dieta, është e vërtet? Pse e thënë ashtu ti, a? Në thua pse ke fytyrën ashtu? Pse ke fytyrën ashtu? Au, ka për shpejt se ra iku!
A mund të ikim tani zoti këshilltar, ë? E pa mirë, ndjeni gjërat edhe zhdukuni. Ja të ikim shpejt. Hej! Jo, ka shpejt. Çfarë gjehet mirë keni në fes? Në thesin tonë, për cilin thes le ta ik? Thesi është bosh? Thesi është bosh. Bosh, tha, po? Përse e trik një zvarë dhe pse është aq i rënd, Nuk e kuptoj se çfarë po ndodh këtu, por besoj se e dini dënimin për vjedhje, apo jo? Për vjedhje? Vjedhje? E kush ka vjedhur? Çepe! Unë do ta marr me vete patën. Dhe do të lejmëroj me një shefin tuaj të gardës! Prisni një minutë, do t'ishte më mirë si kur ne të jiptim 2 monedari, si thoni? Korupcion! Atere 5 moneda. 10 moneda. 10 dhe asnjë grosh më pak. Unë kam vetëm 5 moneda. Leg, a ke 5 moneda aty? Fajnë të ndovrava ti debil! Zotri, dhimbja e kokës ikën me një kompres me ujë të ftohtë. Kompres me ujë të ftohtë? E drejt, me një kompres me ujë të ftohtë. To polake, më duhet një kompres me ujë të ftohtë se jam vrarë. Më të gjërë njëri, ju më shpëtoni. Si është kështu, apo je debil? Po, unë debili do t'a tregoj mirë qefin tani. Ne të dy jemi shokë. Do t'a bëj kurrisin më të punë se barku. Dëgjoje pak patën, po vajton jetën e saj. Dhe më e bukur është se po na ikën nga duart. Mjaftë, mos më ngacmo. Nuk isha unë, të Shtoj betohem. prapa dhe mos më shiko mua si budalla. Ti fillove i pari nga ngacmimet. Ishe ti, jo unë. Prit se ta tregoj unë qefin. Tani e mbushe vërtet kupën. Ti hundë mal, lëshoje me njerë patën. Lëshoje patën. Zerja rrugën. Bula fiqim, mos të qukiti zotë, shka? Qështë kjo zhunë këtu? Shfar për ndodhë? Prit aty dhe mos luaj nga vëndi se nuk bënoj të kthehem. Ullu se ndoshta të merren matë dhe pastaj në rëzosh në dyshoj me. Ti një përbindësh! Si më quajte? Ti sa më quajte mua një përbindësh? Po? Nuk do të quaja kur, bëj kremtor, dhe vetëm se në pasqyrë. Tani, mjaft! Edhe fasun e preferuar! Treqin kërkoni ju të ndeftu! Zotit nuk, ja fajtorët! Ja Shpejt! Luaj këmbët! Shpejt! Këpuc! Ju duhet të ndaloni! Ju lutem! Tregoni të mira me mua! Çfarë po bëni kështu? Ndaloni! Ndalo! Një streci të rejshit, vraponi si të marë e të meroni dhe kacët. Të tilla gjëra s'ka pasur në kohën tonë. Eksprezi keqë.
Sa të çuditshme këto këpucët. S'po i prek, këto duhet jenë këpucë magjike. Shpejt! Ndalo, brrr! Kjo është magji. Atëherë zonja e vjetër më mësoi magjin. Prit pak, po sigur gabimisht ma ke dhënë, ha? Po e qartë, kështu duhet jetë. Se kisha menduar më parë. Po sikur të mos jetë magji, ha? E po mirë, këtë do sjarojmë. Ndoshta... Ai po vjen drejt nesh, zonjë. Mbaj të qeshurat për më vonë, tani shko dhe më sill çelsat e sallës pasqyrë. Edhe pak edhe do arrim qëllimit. Mjafton vetëm një prekje. Çfarë ishte kjo? Asgjë dese, vetëm një mi kaloj për dashje. Një mi ushte? Qelsat, ku dreqin janë qelsat? Qelsat është. Jakob, largohu me njëherë. Shko kape atë me njëherë, më duhen qelsat. Hik me vrap, shpejt, vrapo. Ti patë keqe, unë i shkreti gjithmonë të të pëshoj. E bua patë, e shiko sa mirë, ti tani po më dimon. Ne duhet të vrapojmë. E buata, ti e shkuim. Zonja ime të knaqe shumë. Pra, si dhe këtu patën, ashtu. Si dhe këtu patën, Qëndroni, bërë! Pas kemi qenë shumë afër, apo jo? Ne duhet të fshihemi diku. Shkojmë tek ai mulliri atje. Ti ma tufi dreqit. Më shdo ka sy tani, 8 vitur. Më falë, zonjë, ishte një butallik nga në ime. Po kështu më duket dhe mua. Ti përsëri e prishe planin tim. E kisha pothuajse në duart e mia. E kush e mendonte që vajza mbante anën e ti? Ti! Me që humbëm duhet të mendosh si kur tjetër. Tani s'kemi asgjë në dorë. Dhe tashmë ata janë bashkë, me siguri po kurdisin diçka tjetër. Dil të kërkoj. Dhe dëgjoj mirë se çfarë po kurdisin. Dhe nëse kundërshton, mbas buke nuk do të hash ëmbëlsirë. Unë nuk të kërkova të më ndihmosh. Përsi i bëre të gjitha këto? Se nuk dua që të ndodhi diçka e keqe. Nuk e kuptoj përse. Të dhom? Po. Prit pak, prit këtu. Ja kështu, pas pak gjithçka do shkoj mirë. Faleminderit shumë. Ku e ke mësuar këtë? Nga nëna ime, ajo e njeh shumë mirë Barnat. Atëherë më duhet të shkoj t'i bëj një vizitë dhe ta falenderoj me gjithë zemër. S'besoj se do ta shoh më. Nuk do ta shohësh më? Ajo nuk më njeh më. Nuk më do më njoh kaq shumë se kam ndryshuar. Për këtë arsye u ktheve tek ajo, tani e kuptova. Ti mendoje se shtriga do të të kthente ashtu si më parë. Natyrisht që po. Ajo dëshironte që unë vendosja dorën time tek një shkëmb. Shtriga më foli për truke magjike dhe tani shi si më ka bërë. Truke magjike the? A e diti se çfarë janë truket magjike? Jo?
Do ta tregojon tani. Para shumë vitesh, një prit që ishte pranë vdekjes, ju lut mbretit që të fshinte një libër të veçantë dhe të mos anxhirte kurrë nga pallati. Por një natë Ja këtu duhet jetë, në ndonjë raft. Emri I djalit Gjënka Jakob. Ai është djali një këpucari dhe një shitse. Më falni, përse qeshni? A nuk e di as vet, po ti kush je, angjëlli I vogël? Unë jam princesha. Më thoni, përse keni marrë librin e babait? Ai thotë që asnjës duhet ta prek atë. Asun madje. Po këtë s'ka nevojë të më thuash, voglushe. Besoj se di të mbash një sekret dhe ky do të jetë sekreti ynë. Po, por unë nuk e kam gënjur kurrë babin tim. Oh, por ti nuk e për ta gënjur babushin tënd. Por vetëm nuk e për t'i treguar atij gjithçka, e kupton? Madria juaj. Më shiko drejt në sy, voglushe. Ne po kërkonim vetë madhërinë e saj. Madhërinë e saj, princeshën, doni të thoni? Po, por ju çfarë bëni këtu? Kush jeni ju? Pra ti je princesha? Tani mund të më drejtohesh me ti. Dikur isha një princesh, deri kur ajo e gërsir nuk ishte shfaqur në jetën time. E vetëm tani e kuptova që atje kisha 7 vjet. Ke qenë 7 vjet? Po, dhe më pas e gjova që do të më shndroj në një pap, e do të më gatuante duke më pjekur në një furrë. Prit pak, ne nuk do dorëzohemi kaq shpejt. Ata po humbën. E gjeta, si s'më kishte shkuar mendja më parë. Më thuaj. Në fillim ne duhet të gjejmë librin dhe ta lexojmë atë. Unë po shkoj në pallat. Ku the? Në pallat, kur ti të errësir do të hyjmë brenda që të dy. Dëgjoj, Jakob, kështë e rrezikshme, ata do na kapin. Mos ki merak, unë di si në ruhem. Po ti, e ke problem të shoqërohesh me djalin e një kupucari? Po që thua kështu? Sigurisht që se kam problem. Po si duhet të të quaj? Madhëria ju e lartë? Të lutem, haroje këtë. Ti duhet të më therasësh thjesht Greta. Greta! Oh, madhëria juaj, në 7 vjet kemi kërkuar 7 herë të gjithë qytetin. Kur u bën 7 vjet? Më falni, madhëri, por flitet se princeshës I është bërë një magji. Unë jam I sigurt që njerëzit nuk flasin për këtë, nga që dënimi për ata që bëjnë magji është shumë I rëndë. Kërkojeni, unë dua që vajza ime të kthehet. Madhëria juaj, kërkuesit ndjen të lodhur dhe ne jemi shumë të pak në numër. Të keni kërkues të tjerë është detyra juaj. Sigurisht. Hapi rrugën! Ku janë ata? Ja fsheu tek mulliri vjetër. Atëherë që bën këtu ti? Shko me njëherë atje. Unë duhet të di patjetër se çfarë po kurdisin. Por ndryshe ti nuk do të hash darkë sot. Po, me sinacës teze. Mos ndoshta ke frikë errësirë? Po, se jo, si mund të mendoni kështu? A mund të marrë me vete vetëm 2 truke magjike? Ja, duhet të shkosh ti vetë. S'na kanë mbetur më shumë truke. Hajt pra nisim. Nuk dua të dëgjoj më.
Ha? Kush është? Nuk po e njeh mbretin tënd ushtar. Natyrisht ju njoh madhëria juaj, por njerëzit thonë se ky vend nuk është më i sigurt. Nuk është i sigurt? Çfarë do të thuash me këtë? Po ja, këtu ka fantazma. Fantazma të ndryshme. S'ka mundësi. Nuk duhet u besosh të gjitha gjërave që thuhen. Si urdhëroni? U thau pa? Atje, a e pe ata? Një tjetër yll që bie. Tek ne në pallatin mbretëror, sipër mbi çati kishim një teleskop të madh. Dhe nga brenda ishte i veshur me xhama shumë ngjyrësh e me forma të ndryshme. Dhe çfarë shikoje? Aty mund të shikoje gjithçka. Ishte diçka shumë e bukur dhe teleskopi kishte vetiz madhuese. Unë dhe babi shikonim shpesh hënën me të. Duhet ishte bukur. Kurse unë jam tallur me shokët e mi duke vënë lojë roje. I godisnim me gur të vegjël. Kënaqeshim shumë me këtë gjë. Vërtet? Vërtet, po, vërtet. Ai shketi unë. Ajo më ka lënë gjithmonë errësirë. Po me vajza ke luajtur ndonjëherë? Me vajza? Jo, asnjëherë. E po ndoshta ndonjë. Ko po pyes me qëra fjala, a ke ngacmuar ndonjë vajzë me flokë të kuqe? Jo, unë jo. Nuk kam ngacmuar ndonjë njeri, përveç rojeve. Po përse po më pyet, Greta? Po pyeta. Më thuaj, a do të doje të kishe shoqe një vajzë me flokë të kuqe? Nuk e di nëse do më pëlqente. Pse jo? Po kush dëshiron të më ketë mua shok? Po mua kush më do? Tani që jam si patës më do njeri. Po si mund ta thuash këtë gjë? Unë kam nevojë për ty. Dhe jam i sigurt që ti në të vërtetë je një vajzë shumë e bukur. E pse e thua këtë? Po ti je princeshë dhe të gjitha princeshat janë të bukura. Dhe sa princesha ke parti? Jo shumë. Ti e parë. Por unë tani jam patë. Kështu si jam bërë, askush nuk mi sheh flokët e kuqe. Më pëlqejnë flokët e kuq. Unë jam shoqëruar gjithmonë me vajzat që kanë patur flokë të kuq. Hë? Shpresoj që nesër në mëngjes gjithçka të na shkojë mirë. Mos ki frikë. Do fitosh me çdo kusht. Unë s'kam frikë. Thjesht kam emocione. Dëshiroja të më flisje më shumë për hënën. Si është kur e sheh nga afër? Shumë e bukur. Ne vëzgonim yje të veçanta dhe kërkonim të shihnim a kishte njerëz. Sepse babi mendonte se ndoshta atje mund të kishte njerëz. Po mirë, njerëzit e yjeve a ngjajnë me ne? Ke parë ndonjë prej tyre? Jo, do kenë qenë duke fjetur, si mendon ti? Me siguri që po. Tani s'duket gjë, po kur të shohim me teleskop. Tani të doja të shije shtrikën vendin tim, teste shumë e bret kosha në për këmbë. Sa gjë është shpifur. Nëse ata në hënë kanë një teleskop të tillë, ata mund të na shohin ne apo jo? Ndoshta. Por tani të gjithë janë në gjumë. Por ne s'po flem. Eja, gjithë do t'i përshëndesim. Ide e bukur. Hej, ju atje! Përshëndetje! Weißer Grund ist der Mond, der am Himmel wohnt, mit strahlend heller Pracht, leuchtet in der Sternennacht, der Sternennacht.
falni, zotri. A i dini ku janë ata që kërkojnë vrapues? Po, çaj do t'i ata? Sot bëhet një garë. Unë dua të marr pjesë. Aha, pra ti dashur të marrësh pjesë në garë, a? Ty vetëm hunda mund të ecë shpejt. Regjistrues kemi një garues! I vrapon më shpejt se era. Në fakt jo ai, por hunda e ti. Lëreni të qetë. Lajmërimi thotë se s'do të ketë asnjë përjashtim. Ju faleminderit, zotërin të nderuar. Ata flisnin brojskulla dhe ndronin me sy hapur. Kjo është gjithçka që ndodhi. Do me thënë ata të dy po përpiqen të gjejnë librin. Po veprojnë me kujdes dhe po ne gjendja po bëhet rrezikshme. Tani të them unë se ç'do të bëjmë. Në emër të madhërisë së tij vetë mbretit, ju urojmë mirëseardhjen. Ju lutem garuesit të jenë gati, sepse gara e madhe e vrapimit do të nisë pas pak minutash. Madhëria juaj, ne jemi gati, si thoni të fillojmë tani? Të gjithë janë duke pritur. Filloni. Vetëm diçka, se keni veshur një uniform kaq të papërshtatshme. Do të merrni pjesë në një gare, jo në një ballë. Madhëria juaj, çfarë doni të thoni me pjesëmarrje? Unë do të vrapoj me ta? Të vraposh me ta është shumë pak, i dashur Blum. Këshilltari i parë duhet të jetë më i shpejt nga të gjithë. S'është kështu? Sigurisht, madhëria, si të urdhëroni ju. Në përbënde? Gati! Niso! Zonjë nderuar, ju kujtohet djali im? Ai ju solli lagrat në shtëpi. Po prisni pak. Po kush duk, ë? Mund të më ndiqni? Te ju lutem. A mund të di si e keni emrin? Vrapues. Ja, Jakob, madhëria juaj. Nuk kam parë ndonjë të vrapoj kaq shpejt. Kisha kohë që nuk argëtoheshe kaq shumë. Madhëria juaj, djalin e ka mashtruar, ai ka mbatur këpucë magjike. A është e vërtet? Unë po i heq këpucët, madhëri, dhe po ja jap zotit Blum. Mos ndoshta zoti Blum do t'i provoj vet. Lerini budallëqet, zoti Blum.
Dhe mos ta bëni të humbasin kohë. Ato këpus nuk ka nevojë për ushtrime nëse janë me të vërtet magjike. Nisuni! Raponi! Jepini! Si bravo! Bravo! Po shpëgjeti! Lëvizni! Jepini! Përpiqu me hapa të mëdha! Mjaft tani, mos u mundonim kot, zoti Blum. Gara deklarohet e mbyllur tashmë. Më thuaj, dëshiron të bësh këshilltari i lartë Jakob? Me shumë kënaqësi, madhëria juaj, por... Por çfarë? Unë s'mund të bëj kërkesa, por do të kisha një dëshirë. Dhe cila është ajo? Unë do të dëshiroja të merrja dikë me vete, dhe ajo është një patë. Patën tënde? Pranohet, jam dakord, por si do të më shërbej mua ajo? Ajo nuk mundet. Pata thjesht do jetoj me mua. E po mirë, Jakob. Ti tashmë je këshilltari më i lartë në mbretëri dhe ke një detyrë të re më të rëndësishme që ekziston. Eja të flasim bashkë. A nuk është diçka fantastike? Ma qepse. Sigur të mund ta heqim këtë magji. Po atëre, çfarë ke kështu? Kaq ishte. Ti u bëre përsëri princeshë dhe unë. Por ti do të jesh përsëri shoku im. Do të them një sekret, Jakob. Unë nuk kam pasur kur një shok aq të mirë sa ty, më beso. E ja të shikojmë pallatin mbretëror. Jo, Greta, po sikur të na shohin në pallat. Po pastaj, ti tani je këshilltari më i lartë i mbretit, e harrove këtë? Heja pra, dua të tregoj dhomën time. O zoti i madh, çfarë është kjo? Loja që pëlqeni më shumë unë dhe babi im. Mbylleshim gjithmonë në dhomën time që të mos na shqetësonte njeri. Babi gjithmonë më thoshte: "Hija ime e vogël, më trego pak sa e zgjuarje." Hija e vogël? Kur unë isha e vogël nuk e lija kur të qetë. Doja që të qëndroja pranë tij gjithë ditën, kështu i shkoja gjithmonë nga pas si një hije. Ky ishte emri në sekret. Ai atje është tërë gjyshi im, ka qenë një mbret shumë i rrept. Dhe këtu? Këtu je ti apo jo? Këshilltari im i lartë po bën një vizitë në pallatin tim? Po, madhëria juaj. E kuptoj, edhe kjo është pata juaj, Jakob. E çuditshme, më kujton dikë kjo patë, por... Patës të ne i doli një piklot, më bëjnë sytë mua apo ajo po qanë? Madhëri, pata është... Ajo nuk është mësuar me qirin. Daljen e lotëve ja shkakton digja e qirinëve. Nesër në mëngjes herët kam nevojë për ty. Duhet jesh gati. Për pak desha doli e vërteta. Jo, unë deshe thash të vërtetën. Greta, e di çfarë? Ndoshta duhet ja themi të vërtetën babait tëm. Jakob, e mban më të çfarë ndodhi me nënën tënde? Vallë të besoj ajo ty? Tashmë unë mund të flas vetëm me ty sepse ti je nën efektin e magjisë. Përveç teje nuk më beson askush tjetër. Dakord, por unë kam një parandin jo të mirë. Mbreti u soll shumë mirë me mua dhe si shpërblim, ne po vjedhim librin e tij më të rëndësishëm. Kush po e vjedh? Ne s'po e vjedhim librin. Ne thjesht duam ta marrim borxh atë. Dhe unë mendoj se kur babai im të mësoj të vërtetën, nuk do të vërtetet as pak. Nëse e thua ti, kështu duhet jetë. Por në fillim duhet të shkojmë atje dhe të gjejmë të vërtetën. Ne do t'ja dalim ban patjetër, Jakob.
Cila është atje? Unë jam angjëlli i shpirtrave. Shtu ku që këtu dhe mos e prish qetësinë time. Me siguri ata e kanë gjetur librin. Dhe faji është yti. Se ti e një copë mishi me dy sy. Ke ndërmend të lësh më një budalla që dhe tua? Me ty po flas. Zonjë, më lini mua ndorë gjush ma gjushin. E do t'a kapë dhe do t'a sjellë këtu në shpellën tonë. Do t'a mbërsej nga kratë dhe do t'a sjellja këtu për para jush. Ankur në jetë s'kam patur fat. Gjithmonë po e njëjta histori. Në ditët e sotme që vështirë të gjesh njerëz të mirë. Prej kohësh duhet të kisha flakur në rrugë. Sikur vetëm të kisha zemrën e keqe. Unë do të mundja. A e dish do bëjmë tani në të dy? Do shkojmë në pallat. Nxito. Dhe pastaj ai më tha, unë jam angjëlli i shpirtrave. Tani duhet të gjejmë një njeri që quhet Taraksakum. Taraksakum? Po, një pjesë e Taraksakumit duhet të digjet nga rrezet e diellit. Pastaj hieri i tij duhet të shkelet me këmbë dhe më njëherë pas kësaj, magjia e shtrikës do të prishet. Po çfarë ka dashur të thotë? Mos vallë të dy duhet të djegim ndonjë njeri? Jo, nuk besoj të jetë kjo. Prit pak, ta lexojmë edhe një herë. Një pjesë e Taraksakumit duhet të digjet. E kuptova! Taraksakumi duhet jetë një lule. Unë kam një ide. Të shkoj tek mami im edhe ta bind që të na ndihmoj. Prit pak. Po vazhdimi çfarë kuptimi ka? Çfarë do të thotë të digjet nga rrezet e diellit? E po ja, nëse ti thua që ajo është me të vërtet një lule, atëherë ti duhet ta mbash të rrezet e diellit. Po këtu nuk thotë të thahet nga dielli, por të digjet nga rrezet e diellit. Po, dhe pastaj duhet bërhije të shkelet me këmbë. Mos duhet ta lexojmë edhe një herë se ç'thuhet? Jo, nuk kam kohë për të humbur, lexoje ti. Unë po vrapoj për tek nëna ime. Kështu Jakobi bëhet këshilltar i lartë, por ai ende është i magjepsur. Zemra e keqe e shkëmbit vazhdon të rrahë, dhe e mira bashkohet me të keqen. Kështu shkëmbi përbindes fillon e merr jetë dhe fuqinë e tij të skajshme e merr shtriga plak, asnjë pik dhe asnjë presje. Greta, këpucët janë zhdukur. Ja, këpucët? Zëri të ndryshuam, mos nështë e ftohur që... Jo, tani do të më kaloj, kjo më do të krem emocionuar. Kujt i duheshin këpucët e tua? Nuk e di, por plani s'po ecën, mbreti do më lajmëroj nga momentin në moment dhe unë pa to nuk mund të shkoj dot deri tek nëna ime. Ti nuk e pse ikën tek ajo. Në libër është shkruar që ti duhet të shkosh tek shtëpia e zonjës së vjetër dhe të prekësh këmbin, e më pas do rregullohet gjithçka. Deri tani keni vepruar gabim. Asgjë nuk ka kuptim. Jakob, shko te zonja e vjetër se do të ndihmoj. E çuditshme. A je e sigurt kështu shkruar në libër, ndoshta e ke kuptuar gabim. Prit ta lexoj edhe një herë. Zoti këshilltar, madhëria e ti ju kërkon. A mund të vini tani në sallën e fronit mbretëror? Ai s'më beson asnjë fjalë. Dil jashtë. Ju nuk ishi sukses? Si ka mundsi? Mjaft fale, hajde këtu. Dhe këtë herë bëj kujdes, ky është truku i fundit që kemi. Nuk të këshilloj ta çosh dëm as pak.
Nëse na ecëm, do të bëhemi të pavdekshëm. Në fillimit njërën këm dhe pastaj tjetrën që t'arrish. Shumë rëfirë këtu brenda, moj. Qepe, dhe përpiqu të sillësh punën që të kam dhënë. Hej, koleg, a mund të drejtosh pak? Sa mirë që më ndihmove. Kush je ti? Unë jam shoku yt. Afro! Unë jam kalor si fa më mau. Hajde këtu. Libri magjik është vjedhur. Lajmëro komandantët e tu. Ndoshta mund të të shpërblejnë për këtë. Një libër vjedhur? Këtu ka diçka që nuk shkon, po shkoj të raportoj. Prit, ti nuk e di ku që ka vjedhur, hajde këtu. Gëzojmë që ti e një nga vrapuesit e mi, Jakob. Ju jam shumë mirë njohës, madhëria juaj. Pra kjo është detyra jote e parë që duhet ta çosh në vend. Për të fola dje pak. Tani do të tregoj se për çfarë bëhet fjalë, Jakob. Rreth 7 vjet më parë, vajza ime është zhdukur dhe që prej asaj kohe nuk e kam parë më. Detyra jote është ta kërkosh e ta gjesh se ku ndodhet ajo. Si të urdhëroni madhëria juaj? Është vjedhur libri magjik. Çfarë that? Një libër që flet për magji të shmarrë nga biblioteka. Këtu në pallat ndodhet një hajdut. Ku është kryeobërtari? Tu, madhëria juaj! Kush ishte roje mbrëm në darkë? Këtu, madhëria juaj! Madje thot që në pallat ka par fantazma. Ajo quhet Ëngjëlli i Shpirtrave. Çfarë? Fantazma që ndrodhe para me. Po sigurisht kështu do t'jetë. Atëherë çfarë ka ndodhur? Pra madhëria joj, unë isha roje kur pa pritur dhe gjova një shurp dhe me njerë fantazma u shtajt për para me. Sikur të kishte rënë nga qielli. Dhe më tha, unë jam Ëngjëlli i Shpirtrave. E kështu është vërtet madhëri, kështu më tha. Dhe Ëngjëlli përplasi krahët e tij. Kjo është e vërtet. Them se kështu ndodhi apo jo? Mjaft më, nxirreni jashtë, mjaft dëgjova. Hajde! Ja, ky është! Ky është Ëngjëlli i Shpirtrave, vetëm se është më i vogël. Dhe pa krah. Ose roje si ka ikur mendja, ose... Roje, kur ti drejtohesh këshilltarit të lartë, duhet ta shikosh në sy. Dëgjove! O, zemër, mendove një herë mirë. A pra, vrite mendjen shpejt. Po bësh të mundin, por s'mendoj do të më shpejt. Fjallën për të nisur e gjena, por nuk di fjallën për të ndaluar! Pra ti ishe Ëngjëlli i Shpirtrave. Dhe po ti e vodhe librin. Ti ishe ai? Madhëria juaj? Ti ishe apo jo? Po... Por çfarë? Çdo njeri e di që në mbretërinë time magjia të shkohet rënd. Dhe sido që ti jetë, ti je hajdut. Ju lutem më dëgjoni, unë mund t'i shpjegoj gjithçka. Te përvon për shpjegime. Nesër në mëngjes do të dënohesh me varjen litar, edhe pata jote do të gatuhet në kuzhinë. Madhëri jo, atë jo, pata është vajza juaj. Jo. Ti kërkon të tallesh me dhimbjen time mor çuç ma çuç? E di se çfarë po thua? Duhet të vijë turp. Largojeni që këtu! Hej! Zoti Xhuxh! I dashur mik! A mundesh të... Jam i lumtur që ju shoh! Më ndihmoni! Nuk e di si t'i ndaloj këto drejt këpucësh! Më thoni diçka! Unë do të bëj gjithçka për ju! Çfarë mund të bëni ju tani për mua? Më vjen keq për ju! Kërkoni Hanën, shitjen e perimeve në pazar, dhe pyetini çfarë lloj lule është kjo. Këra? Taksa? Mos ndoshta është edhe kjo ndonjë magji? Jo, mos keni frikë, vraponi sa më shpejt. Më falni, është një emergjencë. Çfarë lloj lule është? Çfarë lloj lule është kjo?
Po përse ju nevojitet? Kush të dërgon? Mos më pyesti, më dërgon e kurizu e unë madh. Sot ai do të dënohet. Do fort? Zoti Qurç, erdha unë! E krema porosin që ju më dhatë! O, si fut hundët aty ku s'duhet, si janë punë për ty, more, buf matuf. Po të pres, Jakob. Dëgjoni dhe mbani vesh ju të gjithë banorët e mbretërisë. Madhëria e tij dënon sot me varje Jakobin. Dëgjoni dhe mbani vesh ju të gjithë banorët e mbretërisë. Madhëria e tij dënon sot me varje Jakobin. Ish këshilltarin e tij që akuzohet për magji dhe për Të më thuash dëshirën. Je dënuar me vdekje, Jakob. Ti na u shfaqe si magjistar dhe si hajdut i lik. Me që do të vdesësh, mund të më thuash dëshirën tënde të fundit. Ha pra fol. Ha pra fol, thuaj atë që duhet. Kush dënohet me vdekje ka të drejtë të thotë dëshirën e fundit. Zotri, ju më kërkuat këtë lulen këtu. Është Tarak Sakun, ndryshe quhet Dhëmbiluanit. Tani jam shumë i qartë. Më në fund e kuptova se çfarë duhet të bëj. Madhëri, hija ju e vogël. A e dini se për kë po flas? Mos te hija ime e vogël, prisni. Ku e diti këtë sekret? Madhëri, na ka mbetur shumë pak kohë. Më jepni leje të bëj diçka. Më besoni edhe një herë. Ju lutem shumë. Në fillim dua ta di se ku e ke mësuar sekretin e vajzës time. Madhëri, unë kisha frikë se fjalëve të mia nuk do t'ju avinit veshin. Ju duhet ta shikoni me sytë tuaj. Ke ngjallur dyshime tek unë? Çfarë ke ndërmend të bësh? Do doja me gjithë dëshirë monoklin e obortarit kryesor. Monoklin e tij? Një dëshirë shumë e çuditshme, Madhëri. Ç'do të thotë kjo? Çfarë ka ndërmend të bëj ky kurizoja me monoklin time? Oh! Nuk ka mundësi. Jo! Jakob, biri, më në fund. Mami, ti më njeh? Jakob! Greta! Greta? Greta! Shoqja jote do të shpëtoj. Eja, Jakob!
humbet kohën tënde të çmuar, Jakob. Zimshëm, shpëtoi vajzën time Greta dhe përveç kësaj na çlirojnë të gjithëve nga shtriga e tmerrshme. Faleminderit, por nuk doja kisha dalë më vetëm pa ndihmën e vajzës suaj, madhërisë së saj. Madhërisë së saj, u quajm Greta, apo e harrove? Madhëria juaj, keni kujdes! Po na vjen kalor si hekur! Shtyju në mbrapa! Do e kolloj ju vetë shefin! Që po ju shikoj, deshe t'ju thosha që unë s'kam qenë kur në anë të sime, ju betohem. Unë jam përpjekur gjithmonë t'ju ndihmoj. Unë jam i pafajshëm. Ai shketi unë. Ajo më ka lënë gjithmonë errësirë. Unë barë këto, hopra! Shpejt!